Po, Visar, ndoshta mund të nglloj si kur ka humanizmi, njerëzillëku, çdo ditë më shumë shohim lajme ku prind bajnë peticione për largimin e një fëmije me nevojat veçanta, se po e pengon procesin mësimor me tek fëmijët me sjellje tipike. Si është rruga e duhur? A dallon nga spektri i çrregullimit? A është e nevojshme një fëmijë me nevojat veçanta që ka një spektër më të zhvilluar të azën të autizmit, i cili nuk përfiton asgjë nga ajo që ka mësohet në një klasë të rregullt, a humba po fiton në atë klasë të rregullt, si qëndron realisht, si është mirë të funksionojë kjo çështje? Kjo është shumë mirë e rregulluar sipas një sistemi të vlerësimit të cilin ne psikologët e kemi. Që do të thotë janë vlerat përkatëse, të cilat mund të flasin deri në çfarë mase fëmiu është i afektuar nga një çrregullim përkatës. Dhe pastaj na duhet me ditë se a kemi edhe komorbiditet, që do të thotë dy vështirësi të bashkëtizuara në një, dhe kjo pastaj na mundson me